Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Buruj, zbritur në Mekë, ajete 22. Përmbajtja e sures El Buruj. Besimtarët e qytetit të Mekës, në fillimet e thirrjes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishin vazhdimisht nën presion dhe në vështirësi. Ata sulmoheshin nga armiqtë e fesë islame si nga ana fizike, ashtu edhe nga ana shpirtërore, që të hiqnin dorë nga besimi i tyre. Pati prej tyre që u bën ballë dhe qëndres dhunimeve dhe fyrjeve të vazhdueshme të armiqve të islamit, por pati edhe nga ata që u thyen, u bindën e u kthyen përsëri aty ku kishin qenë më parë. Duke ditur se kjo sure është nga suret mekase, duket se qëllimi kryesor është për të përforcuar zemrat e besimtarëve dhe për t'u dhënë atyre kuraj ndaj dhunimeve dhe vuajtjeve që hasin për të ruajtur besimin e tyre. Dhe pikërisht për këtë, në këtë sure flitet për tregimin e Ashabul Ukhdud, ata që hapën hendeqe dhe hendeqeve u vunë zjarin. Në flakët e zjarit hidhnin besimtarët, këta besimtarë që ndruan në besimin e tyre dhe nuk u penduan. Në një tjetër pjesë të kësaj sureje flitet për jo besimtarët, të cilët i vendosnin besimtarët nën presion dhe i sulmonin me se mundeshin. Allahu, ata jo besimtar, i kërcënon me zjarin e xhehenemit, ndërkohë që besimtarët i përgëzon me xhenet, që është i mbushur plot e përplot me mirësi. Më pas ata i kthehen në të kaluarën duke u treguar historinë e faraonit, të Themudit dhe të popujve që ishin agresiv dhe të dhunshëm ndaj të tjerëve. Allahu u flet atyre duke u treguar ngjarje të vërteta dhe se si ata kanë rënë në gjunjë përballë dënimit të Allahut dhe janë shuar nga faqja e dheut. Kështu që jo besimtarët e Mekës i bëjnë mirë llogaritë e tyre, sepse nëse i krahasojmë ata me çka cituam më lart, nuk kanë asnjë pushtet apo fuqi më shumë se ata. Nga ana tjetër, kjo sure është ngushëllim dhe mbështetje për profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe për besimtarët që nuk heqin dorë nga feja e tyre islame. Në pjesën e fundit të sures flitet për madhështinë e Kuranit të shenjtë dhe rëndësinë e jashtëzakonshme të tij dhe në këtë mënyrë e përfundon suren. Në përgjithësi, kjo sure flet për qëndresën, për burrërinë dhe përpjekjet e besimtarëve përballë presionit dhe dhunës që jo besimtarët u bënin besimtarëve. Në këtë sure gjithashtu dallojmë premtimin që Allahu u bën besimtarëve. Kjo sure u quajt sure Buruj, galaktikat, sepse në fillim të ajetit betohet për qiellin ku udhëtojnë yjet. Mirësitë e leximit të sures El Buruj është e mjaftueshme, vetëm fjala e të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që thot: çdo kush që e lexon këtë sure, Allahu i madhëruar i jep 10 mirësi me masën e të gjithë atyre që mblidhen në faljen e ditës së Xuma dhe të gjithë atyre që në ditën e Arafatit mblidhen në Arafat. Allahu atë njeri e mbron nga frika dhe vështirësitë. Një nga interpretimet e vargut, dëshmitari i ditës së Xuma dhe ditës së Arafatit është Allahu, si dhe për shkak se kjo sure flet për qëndrueshmërinë e madhe të besimtarëve të mëparshëm ndaj vështirësive dhe presioneve të shumta, përshtatshmëria e këtyre mirësive qartësohet me përmbajtjen e sures. Gjithashtu tregon se të gjitha këto shpërblime dhe mirësi janë për ata që jo vetëm e lexojnë suren dhe mendojnë rreth saj, por edhe praktikojnë atë çka lexojnë. Ajetet nga 1 deri te ajeti 9. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض Wallahu ala kulli shay'in shahid. Me emrin e Allahu, të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit, për qiellin me yjesi, për ditën e premtuar, për dëshmitarin dhe për atë që dëshmohet, mallkuar qofshin njerëzit e hendekut, zjarit të ushqyer me lëndë djegëse, kur rinin ulur rreth tij, duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarëve. Ata i munduan besimtarët vetëm pse këta i besuan Allahut të plotfuqishmit, të denjit për çdo lavd, të cilit i përket pushteti i qiejve dhe i tokës dhe që është dëshmitar i çdo gjëje.
Komentimi. Besimi I rënjosur është më I mirë se gropat e zjarit. E dim që myslimanët e Mekës në fillimet e tyre kanë qenë në vështirësi të madhe. Armiqt I dhunonin ata me se mundeshin, sikurse e tham edhe në përshkrimin e sures, qëllimi I zbritjes së sures ishte paralajmërimi I njerëzve që dhunonin besimtarët. Nga ana tjetër kjo sure është ngushëllim dhe përforcim jo vetëm I zemrës së besimtarëve të parë mysliman, por për të gjithë myslimanët përgjatë gjithë historisë, surja hapet me një betim për qiellin me yjesi. Fjala El Buruj është shumë si fjalës burgj dhe ka kuptimin kala. Disa e kanë quajtur shay'un dhahir, diçka e dukshme dhe e qartë. Vendosja e emrit të kalave dhe të ndërtesave të larta është për shkak të qartësisë dhe pamjes që ofrohet nga lartësia e tyre, po për këtë shkak një pjesë e veçantë e mureve përreth qytetit ose vendi ku mblidheshin luftëtarët, të cilët kanë një shfaqje të veçantë I quanin burgj, po ashtu kur një grua e shfaq bukurinë e saj I thon të barrujet al-mar'a. Kullat qiellore kanë edhe kuptimin e yjeve të shëndritshëm dhe të qartë të qiellit ose kanë kuptimin e yjesive, që do thotë grup yjesh, sipas mendimit ton ka ngjashmëri me një nga krijesat e tokës. Kulla e 12 është e 12 yjesive, ku dielli bën udhëtimin e tij vjetor dhe për çdo muaj ai merr pamjen e njërit prej tyre. Në të vërtetë dielli nuk lëviz, por është toka ajo që lëviz përreth tij dhe duket sikur dielli lëviz sa në një vend në një tjetër dhe merr formën e njërës prej këtyre yjesive. Çfarëdo kuptimi të ketë betimi tregon për një ngjarje të madhe, madhështia së cilës në atë kohë për arabët nuk ka qenë e qartë, por në ditët e sotme për ne është shumë e qartë edhe pse mendohet se janë galaktikat dhe qielli nëpër të cilin udhëtojnë yjet. Në një hadith të transmetuar thuhet se kur e kanë pyetur profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për komentimin e këtij ajeti, ai është përgjigjur se bëhet fjalë për planetet dhe yjet. Më pas shton për ditën e premtuar. Për këtë ditë të premtuar kanë folur të gjithë të dërguarit dhe profetët, për këtë ditë kanë zbritur qindra ajete, nëpërmjet të cilave Kurani I shenjtë lajmëron. Ajo është dita kur kohëzgjatja dhe premtimi I të gjithëve është I të parëve dhe I të fundmëve. Ajo është dita ku të gjithë do t'japin llogari dhe të bëjnë shlyerjet e tyre. Në betimin e tretë dhe të katërt thuhet për dëshmitarin dhe për atë që dëshmohet. Janë dhënë komentime të shumta se çfarë përfshin fjala shahid, dëshmitar dhe meshhud për atë që dëshmohet. Do të citojmë më të rëndësishmit. 1. Fjala ash-shahidu, dëshmitari, përfshin profetin Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, sikurse thotë vet Kurani, o profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Meshhud është dita e Kiametit, sikurse është thënë në Kuranin e shenjtë, dhalika yawmun majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud. Ajo është dita në të cilën do të tubohen të gjithë njerëzit, ajo është ditë e dëshmuar. 2. Fjala e shahidu ka të bëjë me dëshmitarët e veprave të njeriut, sikurse janë gjymtyrët e trupit që dëshmojnë për të. Këtë gjë e shikojmë në ajetin 24 të surës Nur, ditën që gjuha, duart, këmbët do të dëshmojnë për veprat që kanë kryer ata. Meshhud janë njerëzit dhe veprat e tyre. 3. Fjala e shahid ka kuptimin e ditës së xhuma, e cila është dëshmuese e xhamatit të myslimanëve në një ceremoni shumë të madhe siç është namazi asaj dite. Meshhud është dita e Arafatit. Vizitorët dhe pelegrinët e shtëpisë së Allahut të Madhëruar janë dëshmitarë të pranishëm në këtë ditë. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të transmetuar nga Imam Bakiri dhe Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi ta, është përmendur ky koment. 4. Shahid është edhe dita e Kurban Bajramit dhe meshhud është dita e Arafatit një ditë para saj. Thuhet në një hadith një burr u fut në xhamin e profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe pa dikë të ulur që po transmetonte hadith nga profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ai thoshte kur pyeta për komentimin e këtij ajeti, ai më tha se fjala shahid nën kupton ditën e xuma, kurse fjala meshhud ditën e Arafatit. Kalova nga i burr dhe arrita te një tjetër që po transmetonte hadith dhe fliste për profetin Muhammed, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Unë e pyeta për komentimin e këtij ajeti dhe ai u përgjigj fjala shahid është dita e xuma, kurse meshhud është dita e Kurban Bajramit. E kalova edhe këtë person dhe arrita pranë një djalit të ri, i cili gjithashtu po transmetonte hadithe nga profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Unë e pyeta edhe këtë person për komentimin e këtij ajeti dhe ai mu përgjigj shahid është profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kurse meshhud është dita e Kiametit. A nuk e dëgjuar që Allahu thot, o profet, ne të kemi dërguar ty
si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Unë e pyeta cili ishte personi i parë që ti pyete. Tha, i pari person ishte Ibn Abbasi, i dyti ishte Abdullah ibn Omeri dhe i treti person ishte Husein ibn Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të. 5. Qëllimi i përdorimit të fjalës shahid është të tregojë ditët dhe netët, kurse qëllimi i përdorimit të fjalës mashhud është të tregojë për bijtë e Ademit që dëshmojnë për veprat, sikurse edhe citohet në lutjen e mëngjesit të Imam Zeinul Abidinit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Kjo është një ditë e re që dëshmuesi ka ardhur për veprat tona. Nëse do të bëjmë mirë, ai do të largohet me falënderime, nëse veprojmë keq, e bëjmë të këqija, ai do të largohet me trishtim dhe dhimbje. 6. Në këtë rast, fjala shahid ka kuptimin engjëjt, kurse fjala mashhud është Kurani. 7. Gjithashtu thuhet se fjala shahid është guri i zi, Hajarul Aswad, kurse fjala mashhud haxhint, pelegrinët që vinë rreth tij dhe zgjasin duart për ta prekur. 8. Fjala shahid dëshmuesi është njeriu, kurse fjala mashhud tregon për atë që dëshmohet është hak. 9. Fjala shahid është ummeti islam, kurse fjala mashhud janë ummetet e tjera. Ashtu sikurse ka ardhur në ajetin 143 të surës Al-Baqara, i dërguari të jetë dëshmitar për mbi ju. 10. Shahid është profeti islamit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe mashhud janë profetët e tjerë, sipas ajetit 41 të surës An-Nisa, dhe të sjellim ty, o Muhammed, për dëshmitar mbi të gjithë ata. 11. Shahid mund të jetë profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe mashhud të jetë prijesi besimtarëve Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të. Sigurisht përshtatja e këtij ajeti me ajetet e mësipërme tregon se bëhet fjalë për intuitën e ditës së Kiametit, si dhe të profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe të profetëve të tjerë në lidhje me popujt e tyre. Po ashtu edhe engjëjt edhe gjymtyrët e njerëzve, si dhe dita e nata. Fjala mashhud përfshin njerëzit ose veprat e tyre, kështu shumë nga këto interpretime përmblidhen me njëri tjetrin dhe në fund do të përmblidhen në një grup me një koncept të gjerë. Për komentime të tilla si dita e Xhumat, dita e Arafatit dhe dita e festës janë të ndara nga ky kuptim, edhe pse këto do të jenë dëshmitare në ditën e Kiametit për veprat e njerëzve, por çdo njëra nga këto periudha me plot popullim do të përllogaritet si skenë ringjalljes në këtë botë. Sipas këtyre shpjegimeve bëhet e qartë se midis komentimeve të mësipërme nuk ka ndonjë konflikt dhe kuptimi i fjalës shahid dhe mashhud mund të jetë i përmbledhur, gjë që tregon madhështinë e Kuranit, i cili përmban në vetvete kuptime shumë të gjëra dhe mbart komentime të shumta. Fjala e shahid përmbledh çfarë do lloj dëshmie dhe fjala mashhud përmbledh çdo gjë që dëshmohet. Të dyja këto kanë ardhur në mënyrë të papërcaktuar duke treguar madhështinë e këtyre fjalëve. Vihet re se midis këtyre katër pjesëve është një lidhje delikate nga një anë dhe nga ana tjetër është subjekti për të cilin betohet, qielli, yjet e ndritshëm dhe kullat, që të gjitha këto janë shenjë rendit dhe llogarisë. Gjithashtu edhe Yaumul Mau'ud është një skenë e qartë nga dhënia e llogarisë, edhe dëshmitari dhe i dukshmi janë mjete për të arritur saktësisht tek kjo llogari. Për më tepër, të gjitha këto betime janë për të paralajmëruar torturuesit mizor, veprat e tyre përballë besimtarëve të vërtetë janë të regjistruara dhe të gjitha ruhen për ditën e premtuar. Dëshmitarët që janë rreth jush si engjëjt, gjymtyrët e trupit, nata dhe dita dhe të tjerë si këto, i kanë nën kontroll. Në atë ditë ata do të dëshmojnë. Ndaj pas këtyre betimeve, Allahu thot: mallkuar qofshin njerëzit e Hendekut, zjarrit të ushqyer me lëndë djegëse, kur rinin ulur rreth tij duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarëve. Fjala Ukhdud, sipas Ragibit në librin Mufradat, ka kuptimin e një hendeku të gjerë, të thellë dhe të përhapur në tokë. Sipas një tjetër interpretimi, Ukhdud kanë quajtur gropa të mëdha ose kanale. Shumësi i kësaj fjale është e Hadid, është marrë nga Hudun. Arabët quajnë Hudun dy kanale tanësore të hundës njeriu që nëpërmjet tyre rrjedhin lotët kur njeriu qan. Gjithashtu edhe përrejt apo edhe kanalet që shfaqen mbi tokë janë quajtur Hudun. Ndërsa përsa i përket rastit se kush ishin ata që dhunuan dhe së cilës periudhë i përkasin, janë dhënë shumë mendime nga komentuesit. Këto do t'i citojmë një nga një në vazhdim të ajetit. Po një gjë është e sigurt se ata kishin bërë gati hendeqe të mëdhenj me zjarr dhe i detyronin besimtarët që të hiqnin dorë nga besimi i tyre, pasi në të kundër do t'i hidhnin në zjarr. Kur ata u përballën me qendresën e besimtarëve, një grup prej tyre i hodhën në hendeqet me zjarr dhe i dogjën.
Fjala waqud në origjinal ka kuptimin e një lëndë djegëse si për shembull druri, qymyrje të tjerë. Interpretimi me tokfjalshin dhatul waqud në këtë rast bëhet fjalë për diçka të shtuar në zjarr, përveç drurit apo lëndëve të tjera djegëse që ata përdoren për të djegur besimtarët. Nëse disa tokfjalshin dhatul waqud e kanë komentuar si flak zjarri, me sa duket në këtë rast është për këtë arsye dhe nuk është sipas asaj që menduan disa nga komentuesit. Ata menduan se fjala waqud ka dy kuptime, njëri hizum, druzjari dhe tjetri flak. Kështu ata u zhgënjën se përse komentuesit dhe përkthyesit nuk i kushtuan vëmendje këtij rasti. Sa i përket qëllimit për ajetin kur rinin ulur rreth tij dhe ajetin që vjen pas tij tregon si një grup jo vetëm që përgatiti me gjak ftohtësi një skenë dhune, por edhe shikonte atë me kënaqësi. Kjo gjë përfundimisht tregon shkallën e lartë të mizorisë së tyre. Disa thanë se ky grup ishte udhëzuar që të kryente masakra ndaj besimtarëve që ata të hiqnin dorë nga besimi dhe medhhebi i i tyre. Të tjerë thanë se ata ishin dy grupe, njëri dhunonte ata dhe grupi tjetër i vëzhgonte ata në kohën që dhunoheshin. Për shkak se vëzhguesit ishin dakord me veprat e dhunuesve, ky veprim u atribuohet edhe atyre. Është e natyrshme se gjithmonë kur kryhen të tilla gjëra, një grup vepron, një grup vështron dhe përveç këtyre janë edhe udhëheqësit e këtyre njerëzve që urdhërojnë shtresat më të ulta për t'i kryer veprimet. Gjithashtu është thënë se një grup tjetër ishte ulur dhe kujdesej për punën që kryenin mizorët, që të mos e linin pa kryer programin që kishin për besimtarët. Kështu ata raportonin çdo gjë te drejtuesit e tyre. Kompozimi i këtij grupi nuk ishte i paimagjinuar, ndaj përmbledhja e interpretimeve midis tyre është e mundur. Fjala yefalun tregon se ky veprim nuk ka qenë vetëm një ngjarje, por i vazhdueshëm. Po, i vetmi mëkati i tyre ishte besimi në Allahun e Madhëruar, Zoti i plotfuqishëm që meriton çdo lloj adhurimi, që është gjithëpërfshirës dhe i përsosur. A mos valli ishte mëkat të kesh besim në të tillë Zot? A mos valli ishte më mirë të adhuroheshin idhujt që nuk kanë asgjë as mendje e as arsye? Fjala neqamu vjen nga rënja e nekmu dhe ka kuptimin mohim të diçkaje, qoftë ky mohim me gojë, qoftë me vepra nëpërmjet mrekullive. Gjithashtu edhe fjala intiqam vjen nga e njëjta rrënjë. Padyshim se një punë e tillë kryhet përballë një mëkati të madh dhe të dukshëm dhe nuk është përballë besimit në Allahun e Madhëruar dhe të plotfuqishëm, që meriton të gjitha adhurimet. Kjo gjë tregon se sa e shthurur ka qenë kultura e atij populli që krenarin më të madhe, që është besimi i njeriu në Zot, e konsiderojnë si mëkat. Megjithatë, kjo gjë është e ngjashme me ajetin 126 të surës El Araf, ti po hak merresh ndaj nesh vetëm pse besuam shenjat e Zotit ton, posa na erdhën, o Zoti ynë na jep durim të madh dhe bëna të vdesim mysliman. Interpretimi me fjalën Aziz dhe Hamid është përgjigje dhe argument ndaj mizorive dhe krimeve të tyre, që do thotë se mos është mëkat të besosh një Zot të tillë me të gjitha cilësitë dhe përsosmëritë, përveç kërcënimit dhe paralajmërimit. Këta mizor përgjatë gjithë historisë do të konsiderohen si kriminal. Allahu i Madhëruar, i plotfuqishëm dhe i denj për t'u adhuruar atyre, u ka vënë prit. Më tej shton edhe dy prej cilësive të krijuesit, të cilit i përket pushteti i qiejve dhe i tokës dhe që është dëshmitar i çdo gjëje. Këto katër cilësi prej cilësive të krijuesit janë sigurisht cilësi që e meritojnë denjësisht adhurimin e tij. Fuqia dhe pushteti i Zotit tregojnë se ai është pronari i tokës dhe i qiellit dhe perceptuesi i çfarëdo lloji përsosmërie. Ndërkohë që për besimtar Zoti është i pranishëm në çdo çast. Sigurisht i kushtosh vëmendje kësaj të vërtetë të jep fuqi dhe gëzim. Nga ana tjetër, për armiqt është paralajmërim për t'i njoftuar ata se nëse Allahu nuk bëhet pengesë për punën që kryejnë ata, nuk do thotë se nuk është në dieni apo nuk ka pushtet e forcë për të ndaluar një gjë të tillë, por Allahu i vë në provë ata. Në përfundim ata do ta shijojnë ushqimin e hidhur dhe të dhimbshëm të Allahut. Dy hulumtime. Kush ishin ashab Ukhdud? Tham se fjala Ukhdud ka kuptimin e hendekut të madh ose të një kanali të madh. Në këtë rast bëhet fjalë për hendeqe shumë të mëdhenj, të cilat ishin të mbushura me zjarr. Në këto hendeqe besimtarët i hidhnin për t'i djegur turma. Midis komentuesve ka diskutime se kur ka ndodhur kjo ngjarje dhe te cili popull apo pjesë e botës. Ndërmjet komentuesve është e njohur se kjo ngjarje ka të bëjë me Dhunuvasin, mbreti i fundit i dinastisë Hemir që jetonte në tokën e Yemenit. Shpjegim. Dhunuvasi ishte personi i fundit nga dinastia e fisit Hemir, i cili u kthye në jehudi, po ashtu fisi Hamir e ndoqi atë në këtë përzgjedhje. Ai ndryshoi emrin e tij duke përzgjedhur emrin Yusuf. Si kaloi pak kohë, atë njoftuan se në tokën e Nejranit, në jug të Yemenit, ka akoma njerëz dhe grupe që ndjekin fenë krishterë. Ndjekësit e fesë Dhunuvasit i thanë atij që t'i detyronte ata të Nejranit që të ndjekin fenë jehude. Kështu ai u nis drejt Nejranit. Si arriti atje, i mblodhi të gjithë banorët dhe u foli
foli për fen jehude si dhe këmbguli që ata ta pranojnë fen jehude. Ata nuk pranuan, madje ishin gati të binin dëshmor për të mbrojtur fen e tyre. Dhunevasi dha urdhër që të hapin një hendek të madh dhe në të vëndru zjarri dhe lëndë të tjera djegse, njerëzit i hodhën të gjallë në hendekun me zjarr. Një grup tjetër prej tyre i vran me shpata dhe i bën copa-copa. Të djegurit dhe të vrarët arritën në 20.000. Disa të tjerë shtuan se njëri nga besimtarët, Nasrani, shpëtoi dhe iku për të kërkuar ndihmë në Rum, ku i tregoi mbretit për mizorinë dhe krimin e dhunevasit. Mbreti ju përgjigj: "Toka juaj është shumë larg nga këtu, por do t'i shkruaj një letër mbretit të Habeshës, Abisini. Ai është i krishterë dhe është afër jush, ndaj do t'i kërkoj atij t'ju ndihmoj." Më pas ai e shkroi letrën dhe i kërkoi atij që të marrë hakun e gjakut të krishterëve të Nexhranit. Kështu burri nga Nexhrani vajti pranë mbretit të Habeshit dhe i foli për çfarë kishte ngjarë. Mbreti i Nexhash u prek shumë nga kjo ngjarje të tmerrshme për humbjen e këtyre besimtarëve të profetit Mesi, paqja e Zotit qoftë mbi të. Nexhashiu vendosi të hakmerri dhe e mori hakun e besimtarëve. Ushtria e Habeshës u nis drejt Yemenit dhe e mundi ushtrinë e dhunevasit. Shumë prej tyre u vran, nuk zgjati shumë dhe pushteti i Yemenit ra në dorën e Nexhashiut dhe u konsideruan si shtet i bashkuar i Habeshës. Thellësia e hendekut ku u dogjën besimtarët ishte 40 dhera dhe gjerësia e tij 12 dhera dhe çdo dherë është afërsisht gjysmë metri. Ndonjëherë thuhet se është përdorur gez, e cila është masë matëse më e madhe se 1 metër. Disa komentues kanë transmetuar se thellësia ka qenë 7 gropa dhe gjerësia së cilës prej tyre ishte në të njëjtën masë me atë që tha më lart. Ngjarja e mësipërme është transmetuar në mënyra të ndryshme në shumë prej librave të tefsireve dhe të historisë, ndër komentuesit citohen Tabrisi në tefsirin Mejmaul Bayan, Abul Fatuh Razi në tefsirin e tij Fahri Razi në tefsirin Kebir, Alusi në tefsirin Ruhul Maani, Kurtubiu në tefsirin e tij dhe Ibn Hishami në librin e tij Vëllimi i parë. Nga sa u tha më lart, bëhet e qartë se këta dhunues të pashpirtë morën dënimin e tyre dhe u mor haku i gjakut të derdhur nga besimtarët në këtë botë, ndërsa dënimi i zjarrit të nxehtë i pret ata në kiamet. Grupi që dogji njerëzit për së gjalli ishte nga jehuditët. Ka mundësi që përgjatë gjithë historisë ky ishte grupi i fundit që dogji njerëz, por është për tu habitur se kjo risi mizore kundër njeriut hyri në prehrin e vet jehudive, sikurse e dim, grupe të shumta prej tyre në ngjarjen e Gjermanisë hitleriste u dogjën dhe ky veprim është bërë në këtë botë për këta njerëz. Përveç kësaj, dhunevasi jehudi, i cili ishte themeluesi kësaj mizorie, nuk mbeti i palagur nga sheri veprave të tij. Në një transmetim të prijesit të besimtarëve Ali ibn Ebu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: "Një magjistari e ehli kitabit po vepronte sipas librit të tij qiellor, një prej mbretërve kishte fjetur me motrën e tij, ajo grua i kërkoi mbretit që ta lejonte martesën me motrën, por populli nuk e pranoi dhe nuk u bind që të lejohej ky akt. Mbreti për t'i dënuar ata hapi një hendek dhe në të ndezi zjarr, njerëzit që nuk besuan dhe vepruan sipas librit të tyre qiellor i dogjin në hendekun me zjarr. Dhe kjo është për Ashabul Ukhdud, Furs, Persian, si dhe me Ashabul Ukhdud të Shamit, ata jetonin njerëz besimtar dhe jo besimtar të cilët u hodhën në një hendek me zjarr. Disa të tjerë janë të mendimit se Ashabul Ukhdud ka të bëjë me ngjarjen e profetit Daniel, profeti i njohur i Beni Israilëve dhe miqve të tij, i cili është cituar në librin Daniel nga Teurati, po ashtu edhe Thelebiu i ka përputhur edhe Ukhdudët e Fursit me ta. Nuk është e pamundur që Ashabul Ukhdud i përfshi të gjithë këto, megjithse përputhje më e njohur dhe më e famshme është ajo e dhunuvasit në tokën e Yemenit. 2. Qëndresa në rrugën e ruajtjes së besimit. Përsa i përket flijimit për ruajtjen e besimit, si në të kaluarën ashtu edhe në kohët e sotme, kemi parë shumë raste trimërie. Historia na ka treguar shumë persona që e kanë shijuar dhimbjen drejt rrugës së besimit me shumë dëshirë dhe dashuri. Disa janë varur, disa janë vrarë me shpatë, shumë të tjerë janë djegur në zjarrin e mizorëve. Emrat e shenjtë të tyre janë regjistruar në histori. Ndërtoshtë edhe ngjarja e bashkëshortes së faraonit Asia, e cila për shkak të besimit që kishte te profeti Musa ibn Imrani u përball me të gjitha torturat derisa shpirtin e saj e dha në këtë rrugë. Në një hadith të prijesit të besimtarëve Ali ibn Ebu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: Zoti i madhëruar përzgjodhi në mesin e njerëzve të Habeshes një profet dhe njerëzit u ngritën në këmbë dhe e mohuan atë. Në mesin e tyre nisi një luftë. Shokët e atij profeti i vran. Një grup prej tyre i morën peng. Më pas përgatitën një vend dhe aty ndezën zjarr. Njerëzit i afruan te zjarri dhe u thanë se kush ishte në fenë e tyre le të largohej dhe kush kishte fe tjetër le të hidhej vetë në zjarr. Shokët e atij profeti kur e pan
se nuk kishte rrugë tjetër, me guxim u hodhën vetë në zjarr, duke garuar me njëri tjetrin. Në këtë çast erdhi një grua, në krah mbante një fëmijë të vogël 1 muajsh, kur deshi të hidhej, instikti nënës nuk e la, u trishtua dhe u ndal. Fëmia i vogël i thiri: "Nën, mos ki frik, hidhu edhe ti bashkë me mua." Betohem në Zot se një akt i tillë në rrugën e Allahut është një gjë shumë e vogël. Ky fëmijë ishte prej atyre personave që folin në moshë të vogël. Nga ky tregim mësohet se grupi i katërt i Ashabul Ukhdutit ishte në Habeshe. Historia e prindërve të Amar Yasirit, si dhe e personave të tjerë që përmendëm më lart, apo historia e shokëve të Imam Hysejnit, paqja e Zotit qoftë mbi të, të cilët garonin me njëri tjetrin në fushën e Kerbelas se kush e kush të binte dëshmor në rrugën e Zotit, të tilla ngjarje në historinë e fesë islame janë të njohura. Edhe sot mund të sjellim shembuj të shumtë për këtë fakt. Këta shembuj i kemi parë me sytë tanë ose kemi dëgjuar që si i moshuari, si i riu jep jetën e tij për të mbrojtur fen. Këta njerëz me njohuri dhe me dije kanë hedhur hapat e tyre me dashuri drejt martirizimit. Qëndresa e fesë hyjnore, si në të kaluarën, ashtu edhe në ditët e sotme nuk është e mundur pa të tilla sakrifica.